Zgjedhjet e lira dhe vijimi i reformës në drejtësi janë dy kushte thelbësore për integrimin e vendit, por pa pjesëmarrjen e opozitës si në zgjedhje ashtu dhe në komisionin për vettingun, Shqipëria mbetet në një udhkryq. Ky ka qenë mesazhi që raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian ka dashur të ndajë me shqiptarët pas vizitës disa ditore në Tiranë. Fleckenstein, megjithëse nuk pranoi të komentojë protestën e opozitës, kërkoi që ajo të rikthehet në parlament dhe të tregojë me vepra angazhimin për drejtësinë. Bojkoti pra i kuvendit është për mendimin ton jo mënyra e duhur, sidomos për sa i përket atyre zgjedhësve që kanë votuar për antarët, për deputetët e kuvendit. Të vazhdojnë atë që ata mendojnë është e nevojshme, por u kërkoj atyre që të kthehen në punë. Mos ndaloni procesin e vettingut apo rivlerësimit dhe reformën në drejtësi. Deri tani kemi dëgjuar fjalët, tani duam të shikojmë vepra. Klasës politike Fleckenstein i ka kujtuar shtatorin si kohë maksimale ku zgjedhjet dhe drejtësia të kenë ecur paralelisht shumë mirë për të marrë sinjale pozitive nga Brukseli. Ne i kemi bërë thirrje Këshillit që në rast se zgjedhjet në Shqipëri do të shkojnë ashtu siç duhet, në rast se zbatimi i reformës në drejtësi do të vazhdojë, atëherë me Shqipërinë duhet që të çelen negociatat dhe jo që të vazhdohen duke u shtyrë. Deklaratat e ish kryeministrit Sali Berisha mbrëmjen e së martës në News 24 kanë pasur vëmendje maksimale të eurodeputetit, i cili pati dhe një kërkesë konkrete ndaj tij. Do të doja që t'i kërkoja atij me të vërtet që të mos fliste më për ato lloj përrralle sorosiane. Përvoja ime është që vetëm të dobtit ka nevojë për ato lloj përrralle. Dhe përvoja ime më ka treguar që zoti Berisha nuk është i dobët. Të ngutur dhe të pabazuar e ka konsideruar ish kryeministri Berisha deklaratën e raportuesit Fleckenstein. Në reagimin e tij përmes një statusi në Facebook, Berisha thotë se deklaratat për Soros janë bazuar jo në hamendje, por në dokumenta autentike të pakundërshtueshme. Për Berishën, George Soros përfaqëson sot miliardierin që ka korruptuar më shumë se kushdo tjetër mbi tokë politikan, personalitete lokale dhe ndërkombëtar në vende ish komuniste, por edhe në vende të tjera, por edhe individ dhe grupe të institucioneve serioze ndërkombëtare të vendosura në kryeqytete të vendeve të ndryshme, përfshi këtu Berlinin. Në përfundim, Berisha i kërkon raportuesit Fleckenstein se hetimi me transparencë nga Parlamenti Evropian dhe parlamentet e vendeve të interesuara do të ishte përgjigjja e duhur dhe respektimi i detyruar nga e vërteta.